Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti që do e bëj shtëpinë tuaj xiz, të gjithë do ju keni në zili. A e keni ditur se një kokër limon mund të jetë një pastrues shumë i fuqishëm natyral për mikrovalën tuaj? Shumë anvista nuk e din këtë sekret të thjesht, por ja si mund ta përdorni. Sipas ekspertëve, thjesht prisni një limon në dysh dhe vendoseni në një tas brenda mikrovalës. Nxeheni për 3 deri në 5 minuta dhe avulli gjithashtu do të zbusë mbetjet e ngjitura. Më pas, fshiheni me një pecet dhe mikrovala do të duket si e re pa përdorur kimikate të forta. Ky truk funksionon gjithashtu për pastrimin e tavolinave, sipërfaqeve të kuzhinës dhe madje edhe mbajtjen larg ndaj erave të pakëndshme. Përveç se është natyrale dhe i sigurt, limoni gjithashtu lë edhe një aromë tepër të freskët e cila përmirëson ambientin tuaj të shtëpisë. Pra, herën tjetër, në qoftë se ju dëshironi një pastrim të shpejtë dhe të thjeshtë, provoni këtë sekret të vogël që shumë prej jush nuk e njohin. Nëse bëni një llogari të thjeshtë rreth vlerës së parave që kërkojnë produktet e pastrimit të shtëpisë në vit, do të shihni se ajo nuk është e vogël. Kur buxheti juaj nuk është edhe aq i madh, ajo çka ju mund të bëni me zgjuarsi është që të kurseni. Dhe kursimi në produktet e pastrimit është një mënyrë e mirë nga ku mund të filloni. Kjo sepse ka shumë zëvendësues natyral dhe jo të kushtueshëm si për shembull limoni, që mund të kryejnë këtë punë më së miri. Në këtë video ne do t'ju njohim me disa nga gjërat që ju mund të pastroni me vetëm një limon. Një opsion jo vetëm më i lirë, por edhe më miqësor ndaj mjedisit se sa produktet e zakonshme të pastrimit. Sipërfaqet e drurit. Sipërfaqet prej drurit, si për shembull tavolina, dyert apo dyshemeja, munden që të pastrohen vetëm fal këtij lëngu duke e përdorur atë në mënyrë tërësisht natyrale. Për këtë ju mjafton që të përzieni lëngun e këtij agrumi me disa pika me vaj ulliri. Përpara se ju të aplikoni në çdo sipërfaqe druri, duhet të siguroheni që kjo përzierje të mos ndikojë në strukturën apo në ngjyrën e drurit. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se ju mund ta kontrolloni këtë duke aplikuar një sasi të vogël të kësaj përzierje, duke përdorur një peshqir në një vend të fshehur në sipërfaqen që ju dëshironi të pastroni. Për pastrimin e frigoriferit, ka të paktën 2 mënyra për të pastruar frigoriferin tuaj. Një ndër to është që të shtrydhni disa limon dhe ta lini lëngun në një cep të frigoriferit për të paktën një javë. Gjithashtu, kjo do të ndihmojë edhe në kontrollin e aromës së pakëndshme. Një tjetër mundësi që ju do të keni është që të shtrydhni lëngun e 1 ose 2 limonëve dhe ta aplikoni atë në një peshqir ose në një leckë. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se për të hequr njollat nga të gjitha sipërfaqet apo për eliminimin e aromave, ju do ta vini re ndryshimin menjëherë që do të keni në ambientin tuaj përreth. Pra, për pastrimin e enëve të gatimit, tenxhere dhe tiganët munden që të pastrohen më së miri duke përdorur edhe lëng limoni. Për këtë ju duhet që të merrni të paktën dhe ta ndani një limon dhe të fërkoni me njërin anë nga gjysma e tij pjesën e jashtme ashtu edhe ato të brendshme të enëve prej inoksi. Një alternativë po aq efektive është edhe vendosja e tyre në një tigan i cili do të pastrohet. Ta mbushni atë me ujë dhe ta lini në zjerje për afërsisht 10 minuta.
Do të vini res dhe si e gjithë kjo yndyrë do të filloj dhe do të shkrihet, gjë që do ta bëj akoma edhe më të lehtë procesin i cili do të largoj të gjitha aromat tuaja të këqija. Gjithashtu, nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se mund ta përdorni limonin edhe për pastrimin e dritareve tuaja. Sipas ekspertëve, aciditeti i limonit është njëkohësisht i shkëlqyer edhe për të pastruar dritaret tuaja, për të hequr njollat nga papastërtitë dhe yndyrat. Përdorimi i lëngut të limonit për pastrim jo vetëm që do të kursej para, por njëkohësisht është i mirë edhe për mjedisin tuaj përreth, por edhe për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, përgatitja e pastruesit të dritareve me bazë limoni është shumë e thjeshtë, pasi ju do t'ju nevojitet vetëm një shishe spray, 2 lugë gjelle lëng limoni dhe 1 filxhan ujë nxehtë, dhe sigurisht filloni nga pastrimi i mikrovalës. Si fillim, duhet të keni parasysh që të merrni një limon. Nëse vëreni se ka njolla apo yndyra të cilat janë të vështira për t'u hequr, ju mund t'i eliminoni ato fare thjesht vetëm në pak minuta. Nëse do të përdorni 2 lugë gjelle lëng limoni të përzierë me ujë dhe me uthull, përzieni 1 filxhan ujë me 1 filxhan uthull dhe 2 lugë lëng limoni në një enë. Vendoseni më pas atë në mikroval për 2 minuta dhe lëreni që të avullojë. Hiqeni erën dhe fshiheni furrën tuaj duke mbajtur atë të pastër. Dezinfektoni dërrasën e kuzhinës që prisni gjëra. Është mirë që dërrasa juaj të pastrohet shumë shpesh. Gjithashtu, keni parasysh që të hidhni krip sipër dërrasës dhe pastaj të ndani një limon në gjysmë dhe fërkojeni atë duke e rrotulluar limonin në dras. Sigurisht, pasi keni mbaruar këtë proces, lëreni edhe për 5 minuta dhe më pas shpëlajeni. Ky solucion mund të përdoret edhe për dezinfektimin e shtëpisë. Ju mund të përdorni një gotë me ujë, 1 filxhan uthull dhe copëza limoni, duke përgatitur kështu një solucion shumë efektiv, dhe këta 3 përbërës natyral duhet t'i hidhni në një shishe e cila spërkat dhe t'i lini aty për një javë. Pas kësaj kohe, ju mundet që të pastroni xhamat, pluhurat dhe çdo gjë tjetër që ju dëshironi. Gjithashtu, fal limonit, ju mund të dezinfektoni lavamanin tuaj. Hidhni krip dhe limon në lavamanin tuaj të kuzhinës. Limoni jo vetëm që do të pastroj papastërtitë, por edhe njollat e lavamanit. Pasi të keni mbaruar, lëshojeni ujin dhe freskia do të mbizotërojë. Pastroni mikrovalën. Pasi ju keni ngrohur spagetit tuaj të preferuar, atëherë mikrovala me patjetër që është bërë me pika salse. Pastarjes së tyre është njëkohësisht tepër i vështirë edhe pastrimi. Por ne e kemi gjetur zgjidhjen. Merrni një tasë qelçi me ujë dhe fusni në të gjysmë limoni. Vendoseni në mikroval për rreth 1 deri në 2 minuta dhe rezultati që juve do t'ju duhet është me vërtet mahnitës, sepse avulli i limonit hidraton ushqimin e thatë dhe gjithashtu e lehtëson pastrimin. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.